Jo, unë kam dëshirë që, domethënë, nga çdo trajtimi joni, domethënë të mbjellim optimizëm dhe të hapim shtigje përmes përpara. Ne mundemi që me të vërtetë të jemi edhe të zhgënjur nga performanca ndokujt, pavarësisht a është ai politikan, a është mësues, a është mjek, a është hoç, çdo qoftë. Mirë po, ky zhgënjim nuk duhet të jetë arsye për të mbetur spektator. Nuk duhet të arsye, domthonjë që gjithmonë të jemi ata që ankohemi dhe shajmë, por duhet që të mobilizohemi si shoqëri dhe ta ndryshojmë gjendjen. Kjo është përgjegjësia jonë. Përgjegjësia është ndryshimi. Prandaj edhe Zoti Xhelel Xhelalu nuk e pranon arsyen e njerëzve për keqbërjen tokë si pasojë mungesës së, sikur sa kryetari, kompetencave. Pse s'ke luftu për to? Për atë se përpjek ki me marrë shpëlimin. Për neve nuk është më rëndësi rezultati, për neve është më rëndësi përpjekja. Do shtë ne do të jetojmë sa ka dhënë Zoti me jetu, do të jetojmë ashtu padyshim, po dua të them që ndoshta edhe do të vdesim dhe nuk do të bëjmë ndryshim të madh. Po e rëndësishme është që të përqojmë mesazh të gjërat të ardhshme se jemi përpjek, jemi mundu. Nuk jemi ne duar kryq, nuk jemi dorzu. Kjo është e rëndësishme, që përpjekjet tona të vazhdojmë me tutje. Nga se edhe lufta ka qenë një mesazh, dhe lufta vazhdon. Ajo e armatosur ka marrë fund. Mirë po edhe paqja është me një luftë më e rëndësishme dhe më e madhe se lufta e armatosur. Pa ne si popull vazhdojmë luftu për të drejtën tonë, vazhdojmë luftu për kauzën tonë. Në disa faza me armë, e në shumë faza me dije dhe me angazhim. Andaj është përgjegjësi çdo kujt për ne të vazhdojmë me tutje dhe është përgjegjësi çdo kujt ndërtimi i këtij vendi dhe rrugës së tij. Faleminderit Enis Rama. Faleminderit i nderuari Rufti Suma, kreu i komunës së Anit të Elezit. Faleminderit edhe ju, audiencë mrekullueshme, ju faleminderit të gjithëve që na ndoqën. Shpresojmë të keni mbetur të kënaqur mbi tematikën e amanetit dhe të keni kuptuar se sa shumë amanet bartim ne dhe që duhet ta çojmë atë përpara me sa mundemi. Ju faleminderit gjithëve.